Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për këtë fundjavë, se si do jetë kjo fundjavë për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet gjithë muaji, për gjitha shenjat e horoskopit. Dhe do fillojmë. Unë do t'ju flas pak për datën 29 maj, sepse është një ditë që do ketë pengesa, do ketë vështirësi, mos të nënshkruani kontrata dhe marrëveshje të rëndësishme financiare gjatë kësaj dite. Gjithsesi do ketë keq kuptime, debate, mos marrëveshje që mund të lindin me miqt, me të afërmit tuaj. Thjesht keni kujdes në datën 29. Dhe vazhdojmë në lidhje me fundjavën, data 30-31. Dhe në datën 30 duhet të keni kujdes, sepse është një ditë ku do ketë disa situata zhgënjimi, ju mund të zhgënjeheni nga miqt tuaj, ose nga persona që i keni shumë të afërt, që i trajtoni sikur i keni miq dhe të afërt, sepse nuk do gëzohen me kujdesin tuaj, me suksesin tuaj, por as me gëzimin tuaj. Kështu që duhet keni kujdes gjatë ditës së shtunë. Dhe në ditën e diel, më falni, ditës të premte, në ditën e shtunë do kaloni momente të bukura me partnerin, me partneren tuaj, me të afërmit tuaj, do jetë një ditë e mirë. Do keni investime fitimprurse gjatë kësaj dite, do keni aktivitete të ndryshme, por në datën 1, që është data e diel, duhet keni kujdes dhe në datën 1, sepse kemi diellin në shenjën e binjakëve dhe Kironin në dash, kështu që është një ditë ku do ketë thashë theme, do ketë dhe do jenë thashë theme ke i dashse, nga njerëz me të cilët ju jeni shoqëruar, ose ju shoqëroheni më saktë, dhe do ketë sjellje që do t'ju lëndojnë nga këta persona, mund t'ju tundet ai besimi tuaj te këta njerëz dhe do të ronditeni. Kështu që duhet jeni kujdesshëm. Kjo nuk vlen për të gjithë, por gjithsesi merreni parasysh këtë situatë. Dhe unë do shoh se çfarë thot taroti në lidhje me ju. Si do jetë kjo fundjavë në lidhje me të gjitha shenjat? Do bëhet një lexim i përgjithshëm. Atëherë fundjava. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit. Kemi kartën e vendimit, kemi dhe energji të shenjave të tokës. Gjithsesi shenjat nuk kanë rëndësi, shoh fillime të reja, një dashuri e re në lidhje me një pjesë prej jush. Do keni lajme të mira, mund të keni një njohje të re, ju të dilni këtë fundjavë dhe të keni një njohje të re. Dhe shoh ju do merrni vendime të rëndësishme. Një pjesë prej jush ndoshta do ndiheni të pakënaqur nga diçka gjatë kësaj fundjave. Mund të jeni të pakënaqur nga partnerja juaj, nga njohjet ku jeni, ose do ndiheni të pavlerësuar. Në rastin tjetër mund të jeni nga shoqëria ose njerëz të afërt që ju mund të keni gjatë kësaj fundjave. Gjithsesi shohim çfarë na sjell princesha e kupave. Dhe kemi kartën e vdekjes, sjell që ju do të jepni fund vështirësive. Disa prej jush mund të bien pak të trishtuar, ju mund të keni refuzuar një dashuri, ose jeni përqendruar në një lloj trishtimi, dhe shoh që do të jepni fund kësaj situate, duke bërë një fillim të ri. Dhe shoh që ju presin surpriza pafund, dhe kjo është si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet që keni. Ose në rastin tjetër, ju mund të refuzoni edhe një kontratë, një partneritet, një bashkëpunim, ose ju bini të trishtuar dhe papritur mund t'ju vi diçka e re, dhe shoh që do të jepni fund vështirësive që keni kaluar deri tani.
dhe do bëni fillime të reja, por këto do jenë fillime nga zerua. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të shenjës së demit, po dhe shenjat e tokës. Ju shoh që do ndjeni shumë entuziast në lidhje me një fillim të ri, mund të jetë fillimi një dashurie të re, duke lënë mbrapa vështirësitë që keni kaluar. Mund të jetë fillimi një pune të re, i një partneriteti, kontrata të rëndësishme që mund të bëni, ose bashkëpunime të rëndësishme që mund të keni gjatë kësaj fundjavë. Gjithsesi në datën 29 mos bëni kontrata dhe marrëveshje financiare. Ju shoh që merrni vendime të rëndësishme. Mund të merrni vendime në lidhje me njohjet ose lidhjet. Në rastin tjetër, mund të merrni një vendim në lidhje me një person që mund të jeni në një distancim emocional, në ftojje emocionale, ose mund të jetë dhe një person që e keni në distancë. Dhe ju do merrni vendime të rëndësishme. Do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por edhe në situata të ndryshme që jeni. Dhe ja ta shohim me çfarë ka lidhje kjo. Dhe kemi kullën. Kulla tregon ndryshime të mëdha. Një vendim që do merrni gjatë kësaj fundjave do ndryshojë jetën tuaj. Ju do ndërtoni gjëra më të sigurta, mund të ndryshoni lukun tuaj. Mund të bëni një ndryshim të madh në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për të ndërtuar marrëdhënie dhe lidhje më të sigurta në jetën tuaj. Ndërsa në rastin tjetër mund të jetë me marrjen e një vendimi, për gjithë ata që mund të jenë në një distancim në ftojje emocionale, është një vendim i rëndësishëm që do t'ju bëjë që ju të ndryshoni këtë lloj marrëdhëniesh për të arritur në një marrëdhënie më të sigurt. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të ndryshoni vendin e punës ose të ndryshoni diçka te puna juaj. Është një fundjavë që ju mund të ndryshoni dhe vendin, të shkoni diku në një qytet tjetër ose në një vend me ujë për të kaluar atë fundjavën, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndiheni më mirë. Gjithsesi, mund të jenë ndryshime ekonomike, ndryshime në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që do keni. Dhe shohim çfarë na sjell kjo. Ju shoh që do ndiheni konfuz në lidhje me këtë ndryshim. Ndoshta ju nuk doni që t'i ndryshoni gjërat, por këto ndryshime shoh që vijnë për mirë. Nuk do t'jepni do zgjidhje situatave. Kjo mund të ketë lidhje në lidhje me dashurinë dhe ju ndjeni konfuz në lidhje me një person, dëshironi ose do merrni një vendim për të bërë një ndryshim, por përsëri do ndjeni në dilema. Dhe këtë do ta bëni për të mbrojtur zemrën tuaj. Një pjesë tjetër, ju shoh që mund të merrni vendime në lidhje me persona që që janë persona të afërt në jetën tuaj, dhe shohin një ndryshim të madh që vjen tek ju, një sukses, një fitore ose diçka tjetër, dhe ju do ndjeni në dilema me këta persona, sepse janë persona që nuk e duan këtë ndryshim tek ju, ose që nuk i gëzon ky ndryshim tek ju. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me një ndryshim ekonomik, me një partneritet, me një bashkëpunim, mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush. Gjithsesi ju shoh që ndiheni në dilema. Disa prej jush duan të mbrojnë veten e vet nga situata, nga këto ndryshime dhe nuk i pranojnë, ndërsa një pjesë tjetër doni të mbroni zemrën tuaj në lidhje me një person që mund të jeni distancuar, mund të keni një ftojje emocionale, ju dëshironi vërtet të ndryshoni gjërat, por kjo gjë do t'ju fusi pak në dilema dhe do ndiheni konfuz gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh një lloj pakënaqësie, një lloj mosvlerësimi. Mund të jetë një lloj pakënaqësie dhe mosvlerësimi në marrëdhëniet tuaja, njohjet, lidhjet që keni. Në rastin tjetër, mund të jetë nga persona të familjes tuaj, të shoqërisë tuaj. Ndoshta nuk jeni ndier të vlerësuar aq sa duhet nga këta persona. Dhe kjo gjë ju ka lënë pak të pakënaqur. Dhe ja të shohim në lidhje me çfarë është kjo. Mund të ketë lidhje te vendi punës, por ka lidhje dhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe unë shoh që bini të trishtuar në lidhje me një dashuri. Nuk e di, por disa mund të jeni ndier të pavlerësuar nga një njohje që ju keni pasur, dhe kjo gjë ju ka futur pak në trishtim, sepse e keni ndier, do ta ndjeni gjatë kësaj fundjave këtë gjë.
Në rastin tjetër, ju mund të ndjeni të pakënaqur nga një njohje, lidhje ose marrëdhënie dhe ju shoh që do ta refuzoni këtë gjë. Ose ju do jeni duke i shprehur ato pakënaqësitë që keni në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jetë te vendi i punës, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj. Për një pjesë tjetër, ju shoh që ju bini të trishtuar në lidhje, ndoshta jeni ndjerë të pavlerësuar te puna juaj. Dhe shoh që ju vjen një ofertë dashurie, ju vjen një ofertë pune, ose një ofertë në lidhje me partneritete të ndryshme që ju dëshironi të krijoni. Dhe shoh një fillim të ri, shumë të bukur, sepse shoh që keni oferta, dhe këtu kemi energjitë shenjave të ujit të tokës tam, ju keni oferta, mund të jetë një ofertë dashurie ku ju nuk e shikoni sepse jeni përqendruar ndoshta në lidhje me pakënaqësinë që keni pasur ndaj një personi, ndaj një situate që mund të ketë ndodhur në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që dikush ju ofron një kupë emocionale shumë të bukur dhe shoh një fillim të ri, një dashuri e re. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe me punën tuaj, ku ju ndoshta keni punuar, jeni ndjerë të pavlerësuar, keni dhënë shumë nga vetja në këtë punë, të ardhurat kanë qenë jo ato që ju keni pritur, dhe kjo gjë ju ka lënë në gjendje trishtimi. Por një ofertë tjetër do t'ju vi shumë shpejt dhe shoh që ju do keni një fillim të ri edhe te vendi i punës, por mund të jetë edhe nga ana ekonomike. Këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni. Ne shohim, marrim diçka tjetër. Dhe si do përfundoj kjo fundjavë për të gjithë ju? Dhe këtu energjitë i përmendëm, gjithsesi përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Ju thjesht mund të merrni atë që rezonon me ju dhe shohim se si do përfundoj kjo fundjavë për të gjithë ju. Dhe kam kartën e magjistarit që tregon një lloj realizimi. Ju i keni në dorë gjithçka për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Sepse ju mbyllni një cikël të vështirë, jemi te karta e botës, ju do lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni pasur deri në këto momente. Dhe këtu flasim, mund të kenë qenë vështirësi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në çift. Mund të kenë qenë vështirësi me marrëdhënie familjare në shtëpinë tuaj. Ose në rastin tjetër mund të kenë qenë te vendi i punës, në grupe shoqërore, ose në lidhje me shoqërinë, me kolegët, me koleget tuaja, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme. Por ka ardhur momenti që në këtë fundjavë ju të jepni fund këtyre situatave, ta mbyllni këtë cikël, kaq të vështirë që keni kaluar, ose që mund ta keni vuajtur, dhe ju shoh që ju do bëni një fillim të ri. Dhe është në dorën tuaj gjithçka për ta realizuar, sepse ju shoh, ju keni emocione, keni pasionin për të bërë një fillim të ri, një njohje ose një lidhje të re. Keni ndoshta ndjeni keni një energji të jashtëzakonshme, një pasion në lidhje me punën tuaj për ta bërë këtë fillim të ri, për një punë të re. Në rastin tjetër dhe në lidhje me pjesën e logjikës, pjesën e komunikimit, ju do t'i keni të gjitha këto element për të realizuar, për të mbyllur këtë cikël të vështirë, për të realizuar dhe diçka më të lumtur për veten tuaj, një cikël më të ri dhe më të lumtur. Dhe shohim edhe diçka tjetër. Dhe shoh në lidhje me disa prej ju, shoh një rikthim nga e kaluara. Nuk e di, por në lidhje me dashurinë, ju dëshironi ndoshta të lini mbrapa vështirësitë dhe të riktheheni me një person nga e kaluara, sepse shoh që i keni të gjitha mundësitë në lidhje me këtë person, duke mbyllur një cikël të vështirë dhe duke filluar një cikël të ri të lumtur, dhe shoh dy shpirtra binjak. Janë dy persona që ndihen të dashuruar me njëri tjetrin, por është edhe energjia e shpirtrave binjak te kjo kartë. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, ju shoh që ju i keni të gjitha mundësitë për të rikthyer situata, se kjo mund të ketë lidhje edhe me situata nga e kaluara. Por këto situata janë pozitive, jo negative.
Në rastin tjetër do keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj dhe ju shoh që ju i keni gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që doni për fëmijët tuaj ose edhe me fëmijët tuaj. Mund të rikthejnë çështje, situata, persona që janë persona që do t'ju japin gëzim. Ju mund të tregoni dhe pak nostalgjik gjatë kësaj fundjave në lidhje me familjen tuaj, me shoqërinë që keni pasur në familjen tuaj. Dhe shohim dhe diçka të fundit. Gjithsesi, e shoh që do mbyllet bukur kjo fundjavë. Dhe shoh që do ndiheni shumë mirë nga ana emocionale, sepse jemi te nënda e kupave. Do keni shumë emocione, mund të jenë emocione në lidhje me një fillim të ri, që me një person që është shpirti juaj binjak. Në rastin tjetër mund të jetë një person nga e kaluara që rikthehet tek ju. Dhe ju do ndiheni shumë të emocionuar në lidhje me këtë person dhe i keni të gjitha mundësitë për të realizuar këtë bashkim ose këtë rikthim me këtë person. Në rastin tjetër, shoh që ju do ndiheni shumë të kënaqur nga fëmijët tuaj ose ju do jeni duke i mbështetur ata dhe kjo gjë do t'ju bëjë të lumtur. Mund të keni një shtatzani gjatë kësaj periudhe dhe keni mundësinë për ta realizuar. Ose mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një partneritet, një bashkëpunim, por mund të jetë edhe një bashkëpunim edhe ose partneritet mund të jetë edhe në lidhje me ju mund të hapni diçka të re, një biznes, një investim, kontrata të rëndësishme që dëshironi të bëni ose investime të rëndësishme, më saktë që ju dëshironi të bëni, sepse shoh që i keni të gjitha mundësitë për të mbyllur vështirësitë, për të bërë fillime të reja, për të bashkëpunuar dhe ju shoh shumë të lumtur. Ne do marrë dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë fundjavë. Dhe doli numri 13. Kemi ëngjëllin me numër 13 edhe kjo të njëjtë ëngjël ju thot fund një faze të vështirë ose gjendjes të vështirë që ju jeni ndodhur deri në këto momente. Gjithçka rreth jush do zbukurohet, ka ardhur koha të ecni përpara. Dhe është një mesazh vërtet fantastik për gjithë ju. Dhe ju mund të jepni fund një faze të vështirë në lidhje me dashurinë, për të bërë një fillim të ri, ose mund të mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur, për të hyrë në një njohje të re, ose një pjesë tjetër në lidhje me një rikthim, sepse e shoh shumë fort këtë. Të një personi nga e kaluara. Dhe sepse kjo gjë shoh që do t'ju emocionojë jashtëmase, por mund të jepni fund situatave të vështira në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, situatave të vështira te vendi punës, nga ana ekonomike, por mund t'i merrni në gjitha llojet e situatave, se s'mund t'i përmendim të gjitha. E rëndësishme është që ju do t'i lini mbrapa, gjithçka do ndryshojë rreth jush, do t'ju duket gjithçka më e bukur. Dhe ka ardhur koha të ecni përpara, të bëni këto fillime të reja për të marrë edhe zhvillime të mira. Atëherë, ky ishte mesazhi që ju japin ëngjëjt. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse po hym në muajin qershor dhe ditën e dielës data 1 ju uroj një muaj të mbar, por edhe në lidhje me tema të ndryshme, por dhe videon me e javës të kësaj jave që vjen në vazhdimsi. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video. Dëgjojmë në video të radhës.